Me pas zemër falenderuese, nëse ta ka thonë Zoti zemrën falenderuese. Edhe sot kur je zgjuar sabah ose ma vonë mas sabahit ke flajti e zgjuar, ke kthyer veten pas tyre ke thonë elhamdulillah që më ke kriju kështu. I ke vesh ato rroba që ka dhënë Zoti, thuaj elhamdulillah. E çato kpuca, çato thuaj elhamdulillah, çat makina po autobusa me çka udhton thuaj elhamdulillah. Dije se nesër ka me qenë gjendja jote më mirë se sotit. Pse çysh ndryshon? Po sot ke qenë shumë falënderues. Dhe nuk ka tjetër mas falënderimit vetëm se shtimi edhe rujtja e begative. La in shakartum la azidannakum. Rregulli thot kështu. Pra Allah thot, nëse ju jeni mirënjohës, falënderues, mos harroni do t'ja ushtaj. Ama nëse ju jeni përbuzës, wa la in kafartum inna adhabi lashadid, me bojo me qenë mohues, apo përbuzës, apo që shtet populli buk për myst, atër dini pa të Allah se dënimi më është i dhimbshëm. Pra mas përbuzjes, e mas ankesave, e mas mohimeve, atër vjen kush ndërshkimi i Zotit. Pra e para, prej punëve që ta sjellë dëmturin dënja dhe në ahiret, zemra mirënjohëse falënderuese. E dyta, lisanun dhakir. Lisanun dhakir do me thonë gjuhë që i bën dhikr Allahut, gjuhë që e përmend Allahun, gjuhë që e kujton Allahun. Qysh me përmend Allahun? Qysh? Allah, a din me thonë po, la ilaha illallah, a din me thonë po, a din me thonë subhanallah, a din me thonë elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qëto fjallë janë katra më të mirat, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk janë ajete kuranore, po e kanë burimin, gjenezën, rënjët i kanë nga Kurani. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ama në që të me thonë po. Po pas taj ka dhe datë tjera që i dini, ju kësha këshilu dhe ju kun këshilu dhe për para, mas Kuranit që është pa tjetër me pas në original edhe për këthimin e domethënieve kuranore, prej librave që na duan shtëpit tona me qenë pa tjetër, janë që flasin për shtyllat e imanit, besimit në Zotin, edhe shtyllat e islamit. Pastaj, prej librave të vogla të bereqeshme është me pas edhe mburojen e muslimanit, e mbushur fillim e mbarim me tekste nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe me pa aty vlerën e dhikrit, edhe çfarë dhikri me bë, kur të bina me fjet, çfarë dhikri me bë, kur të zgjohemi mas namazit, para namazit, gjatë ezanit, pas ezanit, kur të hipëm mjet udhëtimit, kur zbresim prej mjetit udhëtimit, kur të hym në treg, kur të dalim, kur të vishemi, kur të zhvishemi, kur të hym në banjë, kur të dalim prej banjës, kur të hym në xhami, kur dalim prej xhamis, mos më përmend këtë në gjitha, edhe në shitblerë ble ka do. Edhe para marrëdhënien time ka do. Edhe kur të lind fëmia. Edhe kur Allahu t'i shton begatit, edhe Allahu kur s'provon. Plot do. I mëson një herë. Nuk ka marrë se të në ditën s'po na vjen marrë as mua as juve me nejt me telefona në dorë. Po dhe me nejt me dorë pejgamberit alayhi salatu wassalam, është problem. Unë e shof një lëshim prej vllaznive në xhami, prej krejtve gati. Tën jetën dhikrin e bën çato ma të shkurtin. Minimumin e dhikrit mas namazit. Thot po në ma gjatë spedi bra Hoxha Efendi. Po pse spedin t'ja, mu marrës po vjen këtu me marrë letën e me përkatit gjatë javës, e me i qitë të ajetë, hadithet e fjallët e ulemove, e ty po t've ka marrë me marrë librin me dhikr që është, me edhkar. Edhe mësën, një javë, një muj, një vjetë, a mu mas një vitit tjetë nështë edhe 70 vjetë kime falë, edhe 70 vjetë kime lëviz. Një herë jam linë, shaspi qenë një shambull, mas namazit, po si po kryet namazit, o kujë, selamu alaikum, dashnia këtu në xhami. E kemi thonë da dashni në xhami e mojnë a kështu emocionalisht edhe shpirtnisht. A më kur dalëm për xhamis, puthemi, e përqafohemi, ledhatohemi, nëse në ka me që e dashni që e madhe. E treta, wa badanun alal balai sabir. E treta që e sjell dëmturin, pra mas zemrës falënderuese, gjuhës përkujtuese apo që bën dhikr e përmend Allahun është me ta dhënë Allahun një trup, që kemi në alhamdulillah, po kur ndodhin belat, sprovat, me qenë sabir, me qenë dorimtar, sabërli që shtë popull. A i ashtu po, alhamdulillah. E valla trupi jam kur ndodh diçka
gjuj me boksa, apo me shkelma, apo shaj, apo kaj për tas, me qajt kështu me të rridhët në regull, amo me të prue, atëherë nuk kanë regull. Edhe katërta, prej gjërave që sjell lumturinë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa zawjatun la tabghihi khawfan fi nafsiha wala mali. Edhe një grua me ta dhonë Allahu të mirë, besimtare, të devotshme. Përse këtu kërkon s'po përmenet për shembull e bukur. Po çfarë po thot? Grua besimtare të devotshme, e cila e ruan veten e vet, e ruan nderin e vet, e ruan moralin e vet, e ruan fytyrën e vet, autoritetin e vet. Edhe çka e ruan pasurinë e burrit, apo e ruan familjen e burrit. E pse me përmenet të me rujt e veten? Sepse pak e shkuptime, po meshkujt, jo krejt, po disa burreca, jënë sikur ata qend e uritur. Disa burreca jënë sikur qend e uritur, ose sikur ato hijenat e uritura, ose sikur ata ujqit e uritur, ku të munen me gjetë, e glabrojnë, e marën, e kindapojnë. Qishtu janë disa në vendin ton, në popullin ton, edhe në kryeqytetin ton. Kur t'i vje rasti, e shvyn epshin, si kur kafsha, më falë një shpreje, se kafsha bila i ka do procedura dyqysh. E kjo është shqetësuse. Dhe kësajna, rebelimit të disa burrecave, po i ndihmojnë edhe disa femra, të cilat po dalin lakuriç runa zët, sikur me shkue në banjo, ose sikur me shku në dhonë të fjetës me burrin e vetë. Është shqetësuese për këta çunat e riklu që i kemi. Po që tu ju e tregoni moralin, që tu e tregoni edukatën, që tu e tregoni fytyrën, që tu e tregoni fenë juj. Kur? Që shtu kur të provokoni, se baballarët tonë, po dhe na, në atë kohën ma herët, ma letë e kemi pas me urujtë. Amo çunat e ri janë në një sprovë të madhe, inshallah Allahu i forcon.